Raporti vjetor i NATO se identifikon Rusinë si kërcënimin më të madh dhe më të drejt për sigurinë, paqen dhe stabilitetin tonë në rajonin Euroatlantik, duke vlerësuar se Kremlini ka vazhduar të testojë aleancën ushtarake perëndimore, duke bërë gjithnjë e më i kujdesshëm përfshirë përmes shkeljeve të hapësirës ajrore, sabotimit dhe aktivitetit malign kibernetik. Sekretari i përgjithshëm i aleancës Mark Rutte prezantoi raportin vjetor të NATO-s, në të cilin ndër të tjera thuhet se Rusia ka të ngjarë të përqendrohet në shënjestrimin e infrastrukturës energjetike nëse Moska ndonjëherë sulmon NATO-n. Rusia mbetet kërcënimi më i madh dhe më i frikshëm për sigurinë e rajonit Euroatlantik. Gjatë vitit kaluar, Rusia është përpjekur të testojë sigurinë tonë dhe të sfidojë shoqëritë tona, qoftë përmes shkeljeve të hapësirës ajrore, sabotimeve dhe aktiviteteve dashakeqe kibernetike apo përmes ndërhyrjeve politike dhe kërcënimeve informative. Përgjigjja e NATO-s ndaj provokimeve të pamenduara, qoftë nga Rusia apo të tjerë, ka qenë e qartë, shpejtë dhe vendimtare, tha Rutte në një konferencë për shtyp. Raporti vjetor shqyrton përfundimet kryesore dhe arritjet e NATO-s për vitin 2025 dhe thekson se lufta e agresionit të Rusisë kundër Ukrainës ka treguar se energjia ka të ngjarë të jetë objektivi kryesor i çdo sulmi të drejtuar ndaj NATO-s. Në dokument thuhet po ashtu se NATO identifikon mësimet e nxjerra nga Ukraina, ndërkohë që intensifikon stërvitjet, trajnimet dhe koordinimet për mbrojtjen e infrastrukturës kritike energjetike, duke u referuar një stërvitje ushtarake të shtatorit që testoi sigurinë energjetike të aleancës dhe çoi në një kuptim të asaj që nevojitet për të garantuar sigurinë e furnizimit. Për Ballkanin Perëndimor thuhet se është një rajon me rëndësi strategjike për NATO-n. Në kapitull që i referohen rajonit, thuhet se prania e NATO-s në Kosovë është kyç për stabilitetin e të gjithë Ballkanit Perëndimor. Kujtohet se në 99-ën misioni paqërues i NATO-s në Kosovë KFOR punon për ruajtjen e një mjedisi të sigurt për të gjitha komunitetet, si dhe për lirinë e lëvizjes. Po ashtu theksohet rëndësia e bashkëpunimit me Bashkimin Evropian, Kombet e Bashkuara dhe aktorë të tjerë ndërkombëtar. Normalizimi i marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë vlerësohet si thelbësor për gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor. NATO vazhdon të mbështesë normalizimin e marrëdhënieve mes Prishtinës dhe Beogradit, veçanërisht përmes dialogut Prishtinë-Beograd dhe ndërmjetësimit të Bashkimit Evropian, i cili është kyç në hartimin e një paqe të qëndrueshme në rajon, thuhet në raportin vjetor të Aleancës Ushtarake Perëndimore. Në pjesën që i referohet Bosnjë-Hercegovinës, dokumenti thekson se miratimi i programit të parë të partneritetit të përshtatur individual për Bosnjë-Hercegovinën në tetor, si dhe dorëzimi i paketës së parë të mbështetjes në kuadër të nismës për ofrimin e këshillit strategjik, teknik dhe trajtimit të ndihmës praktike për vendet partnere, ka shënuar momente të rëndësishme kthese në raport mes Sarajevës dhe Aleancës. Prania e shtuar e NATO-s në Bosnjë dhe Hercegovinë përmes selisë së Aleancës në Sarajev dhe njësisë për mbështetjen e angazhimit politik ka vazhduar të ofrojë mbështetje në nivel lokal, duke u angazhuar për mbrojtjen dhe sigurinë. Mbështetja e NATO-s për operacionin EUFOR Althea, e udhëhequr nga Bashkimi Evropian në kuadër të marrëveshjes Berlin Plus, ka ndihmuar në ruajtjen e një mjedisi të sigurt dhe qëndrueshëm në Bosnjë-Hercegovinë, thuhet në dokument. Sa i përket Serbisë, në raportin vjetor thuhet se kontaktet me këtë vend kanë vazhduar në trajtimin e çështjeve me rëndësi rajonale dhe në nisjen e ndihmave për bashkëpunimin e arshëm ushtarak. Një pjesë e madhe e dokumentit të prezantuar i kushtohet shpenzimeve për mbrojtjen, që është edhe një kërkesë kyçe e presidentit Donald Trump. Sipas të dhënave nga raporti vjetor, antarët evropian të NATO-s dhe Kanadaja investuan gjithsej $574 miliardë në mbrojtje gjatë vitit 2025, që përfaqëson një rritje prej 20% në terma real krahasuar me vitin paraprak. Vazhdimi i këtij trendi kyç do të jetë prioritet në vitet që vijnë. Për shumë kohë aleatët evropian dhe Kanadaja janë mbështetur më tepër në fuqinë ushtarake të Shteteve të Bashkuara. Nuk kemi qenë kurrë të gatshëm të marrim mjaftueshëm përgjegjësi për sigurinë tonë, por ka një ndryshim të vërtetë në mënyrën e të menduarit, një njohje kolektive e mjedisit tonë të ndryshuar të sigurisë, deklaroi sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte, duke vlerësuar se po arrihet një përparim i madh.